Ish finaliste e shtëpisë më të famshme në Kosovë, Xheneta Fetau, është një emër mjaft i njohur për showbiznesin shqiptar. Deklaratat e saj të drejtë për drejta shkaktojnë shumë rrëmuj në rrjet, ku na do të themi se fancat ose do ta duan atë, ose do ta urrejnë, pra rrugë të mesme nuk ka. Së fundmi është bërë ditur se Xheneta Fetau kurse si nuk mund ndihet rehat në rrjetet e saj sociale. Ndonë se paraqitjet e saj të ndryshme në Instagram nuk mungojnë asnjëherë, Xheneta nuk e ka lënë pa i vërejtur komentet e shumta negative që ka pranuar në adresën e saj, të paktën kohëve të fundit. Por pas kësaj, Xheneta ka ndaluar komentimin e imazheve, sigurisht për të qenë më e qetë. Nga ana tjetër, Xheneta pak ditë më parë konfirmoi ndarjen nga i dashur i saj i fundit, dhe tani më ajo është single dhe po e shijon këtë jetë.